Vitet e fundit Pogradeci vijon të vizitohet nga turistë huaj. Këtë fundjavë, një grup turistësh nga Greqia kishin ndaluar për ta parë nga afër qytetin bregliqenor dhe për të shijuar bukuritë e tij. Ata kishin mbritur me autobus përmes një agjencie udhëtarësh në momentin që 2 prej tyre u intervistuan për Sot 7. It's a nice city on Qyteti është i bukur, gjithashtu edhe liçeni i Ohrit dhe pastërtia e tij janë mbreslënëse. Mikpritja e njerëzve dhe natyra e bukur e qytetit të bën ta duash, ndërsa pjesa e udhëtimit ton do të jetë malizi dhe kthimi drejt shtëpisë. Bregu i liçenit përreth liçenit të Ohrit është i bukur. Ne po kënaqemi këtu dhe po shijojmë Pogradecin, ndërsa do të udhtojmë drejt Tiranës dhe më pas malit të zi. Është një udhtim fantastik ky për ne. I like the nature, the green, the sea. Më pëlqeu qyteti dhe njerëzit gjatë kësaj vizite, shijova bukurinë e natyrës dhe kafen tuaj. Është një relaks mbreslënës ky udhtim dhe ndalesa në Pogradec. Dua të eksploroj edhe në të vende të tjera të Shqipërisë. Verën që lan pas, Pogradecin e vizituan një numër i madh turistësh, ndërsa strategjia e Bashkisë Pogradec është një turizëm gjithëpërfshirës 4 shtinor.